السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عبد الله بن عباس رضي الله عنه كتبوا قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. Një ditë isha pas profetit sallallahu alaihi wasallam hipur në kafshë dhe ai më tha: o djalë, unë do t'i jap disa porosi. Ihfazillaha yahfaz. Ruaja Allahun që Allahu të të ruajë. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Ruaja Allahun që Allahu të jetë para teje, që Allahu të jetë me ty. Idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkosh diçka, kërkoje vetëm prej Allahut. O idha sta'anta fasta'in billah. Dhe kur të kërkosh ndihmë, kërko vetëm nga Allahu i lartësuar. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Dije se sikur të mblidheshin të gjithë njerëzit të sjellin një dobi, nuk munden të sjellin vetëm se atë dobi që ta ka caktuar Allahu. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Dhe sikur të mblidheshin të gjithë njerëzit të dëmtonin, nuk munden që të bëjnë vetëm sa atë dëm që ta ka caktuar Allahu. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Janë hequr, janë ngritur penat me të cilat është shkruar ajo që ka caktuar Allahu i lartësuar, dhe është tharë boja me të cilën është shkruar kaderi i Allahut i lartësuar. Këtë hadith e ka sjellë Tirmidhiu në sunenin e tij. Në këtë hadith profeti sallallahu alaihi wasallam ka dhënë porosi shumë të rëndësishme, të cilat janë baza të fesë. Ibn Rajab ka thënë që këshillat që profeti sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, secila prej tyre përbën një nga bazat e fesë. Një dietar është shprehur se ka menduar thellë të hadith dhe ka shprehur habim se si njerëzit nuk i njohin këto porosi që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith. Janë porosi të rëndësishme, sidomos për të rritë të treja. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, kur profeti sallallahu alaihi wasallam ja dha këtë porosi, ishte djalë i ri. I tha: ja gulam, o djalë i ri. Profeti tregoi kujdes për ta. Dhe këto porosi pra janë të vlefshme për çdo musliman, por sidomos për të rritë e muslimanit. Ndaj, ne të dëgjojmë me këtë vëmendje, këto porosi që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe t'i vëmë ato në zbatim, se janë shumë të rëndësishme. Që Allahu të na ruaj, që Allahu të jap sukses, që ai të ndihmoj, që ai të lehtësoj jetën, që të arrijmë të mirat e dunjos dhe të ahiretit, që shpëtojmë nga këqijat e dunjos dhe nga dënimi në ahiret. Gjithashtu, që zemrët ta lidhim vetëm me Allahu, të mbështetemi vetëm tek Allahu i lartësuar. Ta dimë që gjithçka është caktuar nga Allahu, mos kemi frikë, mos kemi panik. Të dimë se si arrihet suksesi, fitoria, se si shpëtojmë nga vështirësi, se si shirohemi nga mundimet. Pra, ky hadith trajton tema tepër të rëndësishme. Porosia e parë e profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith drejtuar Abdullah ibn Abbasit dhe çdo musliman: ihfazillaha yahfazuk. Ruaja Allahun që Allahu të të ruajë ty. Si ta kuptojmë fjalën ruaja Allah? Do të thënë ruaje fenë Allahut. Ruaja Allah do të thënë ruaje fenë Allahut. Kujdesu që ti kryesh mirë detyrat.
të largohesh nga gjunahet, se kështu ruhet feja. Ti respektosh ligjet dhe normat e fesë, të mos i shkelësh kufijt që ka caktuar Allahu i lartësuar. Në këtë mënyrë ne ruajmë fejnë. Duhet të kujdesemi për namazin, pasi Allahu i ka lavdëruar në Kur'an ata që kujdesen për namazin, ata që ruajnë namazin. Ka thënë: "Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun", dhe ata njerëz të cilët kujdesen për faljen e namazit, kanë kujdes të madh dhe e falin çdo namaz në kohën e vet. Nga çështjet më të rëndësishme që ne duhet i ruajmë është namazi, të tregojmë kujdes të madh për faljen e namazit në kohën e vet. Allahu i lartësuar në ajetin që e citova pak më përpara, e ka përmendur kujdesin për faljen e namazit rregullisht, çdo namaz në kohën e vet, si një nga cilësitë e atyre që do të shkojnë në xhenetin e Firdaus. Në fillimin e surës Al-Mu'minun, Allahu ka përmendur cilësitë e atyre që do hyjnë në xhenetin e Firdaus dhe ka përmendur se njëra nga cilësitë e tyre është se ata kujdesen fort për faljen e namazit. Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Këta janë trashëgimtarë të cilët do të trashëgojnë xhenetin El Firdaus, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Allahu na bëf të gjithëve për banorët e xhenetit El Firdaus. Gjithashtu ta ruajmë dhe nderin. Ruhemi dhe të mos bijem në imoralitet. Në kohën tonë është bërë e vështirë që njerëzit të ruhen imoralitetit, sepse harami është sheshi. Njerëzit i joshen nga të katërta anët që ta humbin nderin, të mos e ruajnë nderin. Por besimtari mirë e ruan veten, e qëndron larg imoralitetit, duke ruajtur kështu fenë e Allahut, duke ruajtur nderin. E kush e ruan nderin, fiton xhenetin. Se një nga sebebet që e çon njeriu në xhenet është dhe ruajtja e nderit. Prandaj në fillimin e surës Mu'minun, ku Allahu i lartësuar ka përmendur cilësitë e atyre që do të hyjnë në xhenetin e Firdaus, ka përmendur edhe ruajtjen e nderit, që ndrojmë larg punëve të pista, larg imoralitetit. Ka thënë: "Walladhina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin." Dhe ata njerëz që ruajnë nderin, ruajnë vetën dhe nuk bien në imoralitet. Dhe ata e plotësojnë dëshirën vetëm me bashkëshortet e tyre ose robijat e tyre. Sepse nuk quhet fajtor njeriu nëse e plotëson dëshirën në këtë mënyrë. Ndërsa nëse i shkel kufijtë të lejushmes dhe kërkon të plotësojë dëshirën në mënyrë të palejushme, atëherë njeriu quhet fajtor, sipas këtyre ajeteve të Kur'anit. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka premtuar xhenetin për atë që kujdeset për faljen e 5 namazeve. Ka thënë: "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-'ibad, faman hafaza 'alayhinna kana lahu 'inda Allahi 'ahdun an yudkhilahu al-jannah, wa man lam yuhafiz 'alayhinna lam yakun lahu 'inda Allahi 'ahdun in sha'a 'adhabahu wa in sha'a ghafara lahu." 5 namazë Allahu i lartësuar u ka bërë detyrë robëve të vet. Kush i fal 5 namazet rregullisht, ka premtim që Allahu ta çojë në xhenet. Dhe kush nuk i fal 5 namazet rregullisht, nuk e ka këtë premtim. Nëse do Allahu e fal, dhe nëse do e dënon. Gjithashtu, edhe për ruajtjen e nderit, profeti sallallahu alaihi wasallam ka premtuar hyrjen në xhenet. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith: "Men damina li ma baina lahjej o ma bejna rijlej damintu lehu l-jannah." Kush ruan gojën, do të thënë flet vetëm fjalë të mira,
nuk thot fjalë të këqija, nuk thot fjalë të pista, nuk shan, nuk hyren, nuk tallet, nuk përgojon, nuk shpif, nuk gënjen. Ruan gojën dhe ruan edhe veten, ruan nga immoraliteti. Unë garantoj, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, për të xhenetin. Në një hadith tjetër profeti ka thënë: "Idmanu li sitten min anfusikum adman lakumul janna." Ka thënë mi garantoni 6 gjëra që unë të garantoj për ju xhenetin. Dhe njëra për tyre ka thënë është ruani derin, në ruajt nga immoraliteti. Duhet kujdeseni edhe për betimet, mos betohemi rrejshëm. Në qoftë se bëjmë një bej, ose ta përmbushim bejnë, ose në qoftë se do ta thyejmë bejnë, atëherë duhet që me bosh hyrjen e betimit, sepse Allahu na ka këshilluar në Kur'an që të ruajmë betimin. Pra duhet të ruajmë rregullat e fesë në përgjithësi. Unë përmend disa çështje si shembull, por të ruajmë fenë, kujdeseni për fenë. Se Allahu ka lavdëruar në Kur'an ata që kujdesen për fenë, ata që ruajnë fenë. Ka thënë: "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id." Xheneti do të afrohet në njerëzit e devotshëm, dhe ata do ta shohin xhenetin nga një vend jo larg këtij. Xheneti që ka mrekulli, ka begati, ka mirësi, ka gjëra që si ka parë ndonjëherë syri i njeriu në këtë botë, s'ka dëgjuar për to ndonjëherë veshi i njeriu në këtë botë. Nuk i kanë rënë ndonjëherë njeriu në mendje kënaqësi, bukuri dhe kënaqësitë e ndryshme, të lloj-llojshme dhe të shumta të xhenetit. Ky vend i begat është vendi i mëshirës së Allahut të lartësuar dhe i përjetësisë, është përgatitur për njerëzit e devotshëm. Ka thënë: "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz." Do të thuhet, kjo është ajo që premtohet, pra xheneti, mirësia e tij është ajo që është premtuar për çdo njeri që bën tauba, hidon nga gjunahet, kthehet me tauba tek Allahu i lartësuar, dhe që kujdeset për fenë, që e ruan fenë, kujdeset për detyrat dhe i kryen ato, kujdeset të ruhet nga gjunahet. Ky është hafiz, do të thonë i ruajtur. Li kulli awabin hafiz, men khashya ar-Rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Për çdo njeri që ka pas frikë Allahut në këtë botë, ka pas frikë Allahut, edhe pse nuk e shikon ata. Wa jaa bi qalbin munib, dhe paraqitet për Allahun të lartësuar me zemër të penduar, të nështruar, të bindur ndaj Allahut të lartësuar. Udkhuluha bisalam, këtyre njerëzve do të thuhet në ditën e gjykimit, hyni në xhenet me selam. Do të thonë një hyrje të shoqëruar me shpëtimin nga çdo e ligë, nga çdo e keqe, nga çdo gjë e papëlqyeshme. Xhenet nuk ka gjëra të liga, nuk ka gjëra të këqija, nuk ka gjëra të papëlqyeshme. Do hyj në xhenet si shpëtimtar, si fitimtar, të lirë dhe të pastër. Udkhuluha bi salam, dhalika yawmul khulud. Kjo është dita e përjetësisë. Banorët e xhenetit do të jetojnë për gjithmonë në xhenet, nuk ka vdekje. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Ata do të gjejnë gjithçka që dëshirojnë në xhenet. Wa ladayna mazid. Për thot Allahu i lartësuar, dhe ne kemi kënaqësi shtesë për ta. Po cili është problemi për ata njerëz që ruajnë fenë? Ka thënë: "Ihfazillah yahfaz." Ruaja Allahun që Allahu të të ruaj ty. Shpërblimi vjen sipas llojit të punës që bën njeriu. Ç'të bësh, do gjesh. Nëse bën mirë, gjen mirë. Nëse njeriu bën keq, gjen keq. Lind pyetja, nëse e ruan fenë, ruan Zotin, do më thënë e ruan fenë, çfarë është problemi do të kesh? Të ruan Allah. Allahu është problem njeriu sipas punës që bën. Kush mëshiron, e mëshiron Allah. Kush fal, e fal Allah. Kush bën mirë
edhe Allahu do t'i bëjë mirë. Kush e ruan fejnë, kujdeset për fejnë e falë namazin rregullisht. Kur njerëzit janë gjumë, qohet dhe falë sabahun. E falë namazin e acis kohën e vetë, falë namazin e ikindis, 5 namazet. Kujdeset ruan nga gjërat, ky njeri që është ruajtur, ka ruajt fejnë. Çfarë shpërblimi ka do ta ruaj Allahu? Andaj Allahu në Kur'an ka thënë Kur'an fadhkuruni adhkurkum. Më kujtoni të kujtoj. Wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ka thënë bajri fjalën që ma keni dhënë, bajri besën që më keni dhënë, dhe unë do ta mbaj fjalën që u kam dhënë juve. Pra Allahu është përblet njeriu sipas punës që bën njeriu, sipas sjelljes së njeriu. Kush e ruan fejnë është e pamundur që të mos e ruaj Allahu. Do ta ketë parasysh këtë çdo i ri dhe çdo i re. Nëse e ruan fejnë do të ruaj Allahu. Po çfarë të ruan Allahu? Ta ruan në parë herë, të ruan fejnë. Çështja më e rëndësishme për ne është feja. Ne besojmë Allahun ditën e gjykimit. Ata djemt që bujtën në shpellë për cilët tregon Allahu në surën Kahf. Vërejtë që feja ishte çështja më e shtrenjtë dhe më e rëndësishme. Lanë gjithçka, u dalë nga njerëzit, nga jeta luksoze, u strehuan në një shpellë për çfarë? Për shpëtuar fenë. Do të thotë nëse ti arrish shpëtosh fenë, që të mos devijosh, mos bish shirk, mos bish dyshime, mos bish në devijim, mos bish në gjunahet më dha, mos bish rrugët e bidatit. Kjo mirësi e madhe. Çështja më e rëndësishme për ne do të jetë feja. Do ta kemi parasysh këtë. Se ka të rrisë në mos, do më thënë, njërës që fejnë e ka thjesht tradit, të di që çështja më e rëndësishme për ta është feja. Çështja më e shtrejtë. Duhet ta ruajmë fejnë, duhet kujdesemi për fejnë. Për që nëse ne ruajmë fejnë, Allahu na ruan fejnë, na ruan besim. Ka pas njerëz që ka falë namaz, ka lënë namaz, unë di njerëz që ka falë namaz e ka lënë namaz. Zboni gjunahet më dha, ka filluar me bëj gjunahet më dha, ka deviju nga rruga e Zotit. Po ku është problemi? Se këta se ruajnë fejnë fillimisht. Dhe pastaj Allahu nuk i ndihmoi që ata të ruajnë fejnë. E para pra Allahu na ruan fejnë, që të vazhdojnë me fejnë, në rrugën e fejës, që i fetar të mirë, devotshëm, derisa ta gjejë vdekja, të vdesin me iman, të vdesin me takwa, që ditë e gjykimit shpëtojmë nga zjarri i xhenemit dhe ta fitojmë xhenetin. E dyta, Allahu na ruan shëndetin, na ruan fizikun. Ka smundje të rënda, ka fatkeqësi, ka aksidente, ka gjëra. Nëse ruan fejnë, ruan Allahu. Që sebebi më i rëndësishëm që ne duhet bëjmë që Allahu ta ruaj shëndetin, është të ruajmë fejnë, ta ruajmë fizikun. Ka njerëz që tregojnë kujdes tepër të madh për shëndetin. Dhe feja na këshillon neve që të kujdesemi për jetën, kujdesemi për shëndetin, të ushqemi shëndetshëm, dhe ju e dini këtë pjesë. Mirë po, nuk është vetëm ky sebebi që Allahu ta ruaj shëndetin ty, duhet që të ruash edhe fejnë. Nëse ruan fejnë, Allahu ta ruan shëndetin. Prandaj kanë treguar parët e këtij umeti se kishte njerëz që do të thotë pleq, i arritur moshën 100 vjeçare dhe kishte shtet fizik. Pse? Shërujt fejnë. Shërujt fejnë me zdi dhe Allahu shërujt. Që kush e ruan fejnë, atë ka për ta ruajtur Allahu subhanahu wa taala. Ka edhe tjetër. Ka vërejtë tjerë që ishin dobësu, ishin ligështu, e kanë thënë, që se ka rujtë fejnë Allahut në veçli, në rili, dhe tashme që u bë plak se ruajnë Allah. Që ta ruajnë fejnë, që ta ruajnë Allahu i lartësuar. E treta, Allahu subhanahu wa taala na ruan familjen dhe fëmijët. Që të kemi familja të ketë derë, të ketë dignitet, mos të prohet, të ketë të ardhura, të ketë një jetesë të mirë, po na ruan edhe shtetin e fëmijëve dhe të ardhmen e fëmijëve. Se ky është sebebi më i rëndësishëm që Allahu na ruaj familjen dhe fëmijët. Dhe të kemi jetesë të mirë, ta ruajmë fejnë. Ka prindër që kujdesen shumë për fëmijët, për të ardhmen e fëmijës, për jetesën e fëmijës, që fëmija të ketë një profesion të lartë, jetesë. Shumë vëmendje të madhe tregon për këtë pjesë.
Një për në pasdoje se bepit më të rëndësishëm, që është rrugja e fesë. Edhe pastaj ndoshta fëmija bëhet narkoman, bëhet drogarxhi, bëhet duharxhi, bëhet veshje të ulta. Nuk arrin të formojë një familje. Del rrugët, bën lidhje të këqija me femrat, nuk bën familje. Përfundon me veshje të këqija, me punë të turpshme, edhe s'do ketë nëse në të ardhmen një familje, një zanat, një profesion, e kështu me radhë. Nëse priti do të kujdesej për fejnë, në të ruhet e fejnë e vetë, dhe të fëmijëve të vetë, dhe të familjes vetë, do e ndihmon të Allahu dhe për të ardhmen e fëmijëve, dhe për jetesën e fëmijëve, dhe për shëndetin e fëmijëve. Që ihfadhillah yahfaz. Ruaje Allahu, do të ruaje fejnë, që Allahu është të ruaj. Ka ruan Allahu fejnë, ka ruan shëndetin, fizikun, familjen, fëmijët. Allahu lartësuar thotë në Kur'an: "Wa kana abuhuma salihan." Thotë Allahu lartësuar për atë babajin e dy jetimëve. Në historinë e Musait dhe Khadirit alayhi salam, të lidhur me ata jetimët, cilëve Allahu lartësuar varuaj të thesarin. Dhe shkoi El Khadir alayhi salatu wassalam dhe e drejtoi burin që të mos shëndej, që të mos zbulojë thesari pasurisë që kishte lënë babai për dy fëmijët e tij që mbetën jetim. Allahu ka përmendur që babai i tyre ishte i mirë, pra Allahu i ruajti jetimët si shumë kuptohet dhe ruajti pasurinë e tyre pse se ishte prindi ishte i mirë. Pra ka thënë Abdullah ibn Abbas: "Hufidha bi salahi abihima." Allahu i ruajti fëmijët për shkak se babai i tyre ishte njëri i mirë. Ihfadhillah tajidhu tujahak. Ruaj Allahun që Allahu të jetë para teje, që Allahu të jetë me ty. Pra në qoftë se ne ruajmë fejnë, Allahu do të jetë me ne. Deva kemi thënë, domethënë shpesh, kush është i devotshëm, kush ka frikë Zotit, kush i kryen detyrat e fesë, që largohet nga gjërat, do jetë Allahu me ta. Siç ka thënë Allahu Kur'an: "Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw." Allahu është me ata që i ruajnë zjarret e xhehenemit, që i kryen detyrat dhe ruajnë nga gjërat. Po të bëjë pyetje, cili është ai rob që nuk dëshiron që të ketë ndihmën e Zotit, që Allahu të jetë me ta. Do të thotë që Allahu të jetë me ty, Allahu qoftë me ty, do të thotë ndihma e Zotit qoftë me ty. Zoti të ndihmojë. Cili është ai që nuk e do ndihmën e Zotit? S'ka njeri. Vetëm një që s'beson Zot. Po gjithë ata që besojnë Zot, thotë Zoti qoftë me ne, Zoti na ndihmon. Atëherë nëse duhem që Allahu të jetë me ne, domethënë që ndihma e Zotit të jetë me ne, që Allahu të jap sukses, duhet që ta ruajmë fenë. Qartë. Se mundet, domethënë nuk ka njeri që nuk bie në një situatë rëndë, në një gjendje kritike dhe ka nevojë për shpëtim, ka nevojë dalë nga situata. Por në qoftë se ti e ke kujtuar Allahun, në qoftë se ti e ke ruajtur fenë, do të kujtojë Allahun në atë moment. Prandaj Allahu i lartësuar thotë në Kur'an, duke folur për Musa'in dhe Harunin: "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Unë jam me ju të dy. Ju ndihmoj, ju jap sukses. Dëgjoj dhe shikoj. Po ashtu Allahu i lartësuar ka përmendur për Musa'in alayhi salam, sa ju tha Banu Israilëve, kur Banu Israilët ishin në breg të detit. Dhe Firauni me ushtrinë e tij afrohen dhe ishin gati për t'i zënë Banu Israilët dhe për t'i shfarosur. Banu Israilët thanë: "Inna lamudrakun", do na zënë tani, do na zënë ushtria, nga të shkojmë. Detin e kemi përpara, ushtria me Firaunin po vjen më pas. Musa alayhi salam tha: "Kella, kur nuk do na zënë. Inna ma'iya rabbi sayahdin." Me mua është Zoti im dhe ai do të më orientojë për çfarë të bëj, në mënyrë që ne të shpëtojmë. Është ndihma e Zotit me mua. Dhe vërtet Allahu i shpëtoi. Allahu i dha urdhër Musait alayhi salam që t'i vinte detit me shkop, u hap deti dhe shpëtuan. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur ishte në shpellën Thawr,
që atë udhëtimi të hijretit ishte bashkë me Ebu Bekrin. I dhujtarët kishin vënë një çmim të madh për atë që e zinte profetin dhe shokun e tij Ebu Bekrin. Kush i zinte, do të kishte për secilin nga 100 euro. Kush i vriste, do të kishte 100 deve, për secilin nga 100 deve. 100 kokë deve. Një çmim shumë i madh. Dhe i dhujtarët afrohen tek gryka e shpellës. Ebu Bekri friksohet profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë ja Rasulullah, "Law anna ahadahum nadhara tahta qadamayna ra'ana", fa'udhu Allah. Sikur njëri prej tyre të shikonte në këmbët e veta, do ta shoh. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya Abu Bekr, ma dhannuka bithnayni Allahu thalithuhuma", o Ebu Bekr, mendim keni për dy veta, një tretë të cilëve është Allah. Zoti është me ne, nuk kanë çfarë na bëjnë neve. O s'ki frikë. Në vërtet, Allahu subhanahu wa taala bëri që mos i zënë i dhujtarë. Dhe shpëtoi. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Idha sa'alta fas'alillah. Kur kërkosh diçka, kërko vetëm prej Allahut. Duhet i lutemi vetëm Zotit. Kërkon mira vetëm prej Allahut. I lutemi vetëm Allahut të shpëtojë nga këqija. Ne nuk i lutemi kujt tjetër përveç Allahut të lartësuar. Se kush i lutet dikujt tjetër përveç Allahut, që nuk ka pushtet, nuk ka fuqi të veprojë, ai bën shirk. Për shembull, sa njerëz lusin të vdekurit. Lusin e vijat e vdekur. Ata i vërë shok Allahut të lartësuar. Ne i lutemi vetëm Zotit, i kërkojmë të mirat vetëm Allahut të lartësuar. Was'alullaha min fadli, thot Allahu në Kur'an, lutuni Allahut që t'ju jap nga mirësitë e tij. Allahu gjithashtu thot në Kur'an, ud'uni astajib lakum. Lutuni t'u përgjigjem. Dhe ata që nuk i luten Allahut konsiderohen me një mëdhej kryelar, dhe Allahu do t'i poshtrojë, do t'i dëshmojë në zjarrin e xhehenemit. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Vërtet ata që tregojnë me një madhësi dhe nuk më adhurojnë mua, do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit, ku do të jetë të përçmuar, të poshtruar. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Dhe gjithashtu nuk duhet me lyp. Se thot kur kërkoj diçka e kërkoj vetëm për Allah. Kërkoj besim Allahut. Duhet me nëse njëri s'ka domosdoshmëri, s'ka nevojë, duhet me lyp. Lypja është një bes i keq. Madje edhe kur njeriu ka nevojë, më e mirë është që mos me lyp për njerëzve gjallë. Ne do të vetëm Allahut. Duhet që kemi sedër, kemi dignitet, kemi krenar, nëse shtrim dorën tjetrit, mos lypim. Kështu na mëson feja jote. Pastaj thot vë dha nëse kërkon ndihmë, kërkon vetëm prej Allahut të lartësuar. Ne i mbështetemi vetëm Allahut. Ne lidhim zemrën vetëm me Allahun. Pasi gjitha çështjet i ka dorë Allahu. Ai na ndihmon neve. Prandaj themi në çdo namaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith që ka transmetuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Intereso për atë që të bën dobi. Kërkoj ndihmë Allahut dhe mos u bëj pa. Intereso për atë që të bën dobi, domethënë bëj sebebe. Nuk thot feja që mos më kujdes për shletin, mos me marrë trajtim mjekësor, mos me mjeku, jo. Se ke nevojë për trajtim mjekësor, për ilaçe me e marrë, me punu, me fitu rizkun, për të mbajtur, pra me i bo sebepet. Por, ku duhet mbështetemi? Mbështetemi vetëm tek Allah. Ta lidhim zemrën vetëm me Allah. Mos e lidhësh zemrën me biznesin, me rrogën, me profesionin, me mjekun, me ilaçin. Edhe pse i bëjmë sebebe, të është sebebe, por nuk e lidhim zemrën me to. Zemrën duhet ta lidhim vetëm me Allahun. Duhet të mbështetemi vetëm tek Allahu, sepse suksesi është dorë të Allahut.
rezultatet janë dorë të Allahut. Ndoshta njeriu vjekohet, por nuk urohet nga smundja, nuk shërohet. Ndoshta njeriu bujku ja bën shërbime tokës, e hedh farën, ja bën punimet, ja bën gjithçka, por nuk i bë produkt. Nuk ka dash Allahu. Kështu që edhe mund të përpiqet njeriu rrugën e dijes, po s'ka sukses. Pra që të kemi sukses, duhet ta lidhim zemrën me Allahun. Prandaj ka thënë Allahu Kur'an, fa'budhu wa tawakkal alayh. Adhuroj Allahun dhe mbështetu vetëm tek Allahu. Lidhë zemrën vetëm me Allahun. Në të gjitha çështjet e jetës dhe çështjet e fesë, çështjet e dunjës dhe çështjet e ahiretit, duhet ta lidhim zemrën me Allahun. Të mbështetemi tek Allahu i lartësuar. Prandaj fjala la hawla wala quwwata illa billah. Nuk mund bëhet lëvizje, nuk mund bëhet ndryshim gjendjes, nga keq për mirë. Nuk mund kesh fuqi për të bërë diçka, vetëm se me ndihmën e Allahut. Kjo është një thesari i xhenetit, siç ka shpjeguar profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith. Dije, pastaj porosia tjetër, dije se sikur të lidhesh të gjithë njerëzit, të sjellë një dobi, nuk mundet të sjellë vetëm sa ato dobi që ka caktuar Zoti. Ky është besimi në kader. Sikur të lidhesh gjithë njerëzit, të sjellë gjithë mirë, nuk mund të sjellë vetëm sa ato që ka caktuar Allahu. Sikur të lidhen gjithë njerëzit, ta pegojnë një të mirë që ta ka caktuar Zoti ty, s'mundet ta pegojnë. Dhe sikur të lidhen gjithë njerëzit, të dëmtojnë, nuk mundet që të bëjnë vetëm sa atë dëm që ta ka caktuar Allahu. Nëse Allahu nuk e ka caktuar që të ndodhë një dëm, ai nuk të ndodhë ty, sikur të lidhen gjithë njerëzit të dëmtojnë. A kuptu? Pra, dhe do të vinë vetëm ato të mira që i ka caktuar Zoti. Dhe mund të ndodhin vetëm ato sprova, ato dëme që i ka caktuar Allahu. Nëse besimtari e ka këtë bidje në kaderin e Zotit, atëherë qetësohet në zemër. Sepse e di që do i vinë vetëm ato të mira që i ka caktuar Zoti. Njerëzit nuk kanë çfarë të bëjnë. Smut nëse ke synuar një të mirë, por nuk e ke arritur. Nuk ke pse me fajsu njerëzit. Nuk ke pse me shal njerëzit. Mos thuaj që të pegu njerëzit. S'ka dash Zoti ta arrije. Në qoftë se të ka ardhur një e mirë, dije se ke kret nga Allahu. Se po të mos e kishte caktuar Zoti, nuk do vinte ajo. Kështu që nëse arrin një të mirë, falëndero Zotin, ose ma veten lart. Në qoftë se nuk e arrin një të mirë, një përfitim, një dobi, mos u bëj pishmon, mos u dëshpëro, mos u pikëllo, ti je i qetë. S'ka dash Allahu ta arrije, se ka pas caktuar Zoti, nuk ka qenë kader. Në dëme, në qoftë se shpëton dhe i dëm, dije se Allahu ka shpëtuar. Nëse të ndodh një fatkeqësi, një dëm, nëse i ndodh robët një fatkeqësi, një dëm, një e keqe, dije se Allahu ka pas caktuar. Nuk duhet që ta lidhim zemrën me njerëzit, se dikush nuk e lidh zemrën me veprori, me drejtori, me këto dhe ato, ose ky të fik. Faktikisht ta lidhim zemrën vetëm me Allahun. Sepse nëse Allahu ka caktuar që ditë kjo e mirë, ai drejtori, e prori, shefi, nuk mund të ta pegojnë. E nëse Allahu nuk e ka bërë kader që të arrish këtë mirë, edhe nëse do e prori, drejtori, drejtuesi, ti nuk të arrish ato. Se ka bërë kader Allahu i lartësuar. Edhe këtë dëme, edhe këtë këqija. S'do kemi frikë nga njerëzit, s'do kemi frikë nga vdekja. Duhet muslimon të jetë trim, të jetë krenar, të jetë i guximshëm. Se nuk mund të ta prek muslimoni vetëm se një smundje që ka caktuar Zoti. Nuk mund të vijë vdekja vetëm atëherë kur ka caktuar Allahu i lartësuar. Pra nëse ne e njohim këtë hadith dhe i besojmë këtë porosinë që ka thënë profeti, ne do jemi bujar, s'kemi frikë nga varfëria. Ne do jemi guximtar dhe trimë, s'do kemi frikë nga vdekja, s'do kemi frikë nga smundjet, ne s'do kemi frikë varfërinë. Kërkojmë dituri, merremi me davet, ecim rrugën e Zotit, ruhemi nga gjunahet, i kryejmë detyrat, dhe nuk bëjmë gjunahe për jetesë, për risk. Pse? Sepse riskun e ka premtuar Allahu. Dhe do e sjell Allahu riskun. Përkundër se Allahu ka premtuar lehtësim të riskut për ata që janë devotshëm dhe ruhen nga gjunahet.
Pastaj thot fundi në hadith rufi'at al-aqlam wa juffat as-suhuf. Pena me cilën shkruar kaderi është ngritur dhe boja me cilën është shkruar kaderi është fare. Do të thotë që ka mbaruar gjithçka. Allahu e ka paracaktuar të mirat që do i vinë robit dhe të këqijat që do t'i ndodhin. Çdo gjë është caktuar, është shkruar. Ajo që do thosh me kader. Ky është hadithi sipas variantit që e ka sjellë Tirmidhiu. Ndërsa sipas variantit që e kanë sjellë ca dietarë të tjerë, profeti ka thënë, thot ihfazillaha tajidhu amamak. Ruaj Allahun që Allahu të jetë para teje. Ruaj që Allahu të jetë me ty, të ndihmoj, e shpjegoj të pak më përpara. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda. Jihe Allahu ku ke mirë, ku je mirë, që Allahu të njohë kur ti jesh në vështirësi. Do të thotë kujtoje Allahu ku je mirë, që Allahu të kujtojë kur ti jesh në vështirësi. Pak a shumë, këto fjalë janë si ato që i përmenda pak më përpara. Do të thotë tani që jemi mirë, kemi shnet, të kryejmë detyrat e fesë, të ruhemi nga gjunahet, kështu e kujtojmë Zotin, kështu e njohim Zotin. Në qoftë se ne i kryejmë detyrat, nëse ruhemi nga gjunahet, tani që jemi mirë, nëse bijmë në një situatë kritike, nëse bijmë në vështirësi, do na ruaj Allahu, do na shpëtojë Allahu subhanahu wa ta'ala. Yunusi alayhi salatu wassalam ra brenda 3 errësirave. Errësirës së natës, errësirës së fundit të detit dhe errësirës së barkut të balenës peshkut. Por ai më herët kishte kujtuar Allahun, kishte bërë dhikr Allahut, kishte madhruar Allahun, i kishte kryer detyrat, kishte qenë rrugën e Zotit. Dhe kur e kujtoi Allahun dha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, nuk ka Zot tjetër përveç teje, askush dhe asgjë nuk e meriton adhurimin përveç teje. I madhruar dhe i pastër nga tmerrat e tij. Unë jam fajtor, unë jam gabimtar. Kur i Musa alayhi salatu wasallam i tha këto fjalë, e kujtoi Zotin dhe shpëtoi. Apo jo? Profeti tonë, në luftën e Bedrit, që 300 ca veta, i lojtarët ishin rreth 1000, i shpëtoi Allahu dhe dorë fitimtar, se kishin qenë rrugën e Zotit. Musa dhe Banu Israilit, e shpëtoi Allahu siç e përmenda pak më përpara. Profetët dhe pasuesit e tyre, i ka shpëtuar Allahu i lartësuar. Nuk ka njeri që nuk bie në situatë rëndë. Nëse dëshiron që të kujtojë Allahu kur ti je në situatë rëndë, ruaje fenë. Ta njohësh Allahun tashmë që je mirë. Edhe lutjet, i bëjmë Allahut lutje tani që jemi mirë. Që Allahu ta pranojë lutjen kur jemi në vështirësi. Për ne ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Man sarrahu an yastajiba Allahu lahu fi shidda, falyukthir min ad-du'a fi ar-raha." Kush dëshiron që Allahu t'ia pranojë lutjen kur tjetë në vështirësi, kur tjetë në situatë të rëndë, le të bëjë sa më shumë lutje kur është mirë, kur gjendje të mirë. Pastaj ka thënë: "Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak, wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak." Dije se diçka që nuk e ka arritur, gjithë të mirë që nuk e ka arritur, s'mund të arrijë, se s'ka qenë caktuar nga Zoti. Dhe gjithë mirë dhe një e keqe që s'ka ndodhur, dije se s'mund të ndodhte, sepse ka caktuar Allahu që të ndodhte ajo aty. Dhe gjithë mirë që ke arritur, dije se nuk mund të ndodhte që të mos arrihet ja të mirë, se ka caktuar Allahu që ti të arrijë atë mirë. Dhe një e keqe që të ka ndodhur, një fatkeqësi që të ka goditur, dije se nuk mundet që të mos godiste, sepse ka pasaktuar Allahu që do ndodhte ajo. Njeriu nuk mund bëhet besimtar i vërtet pa e besuar kaderin, pa e besuar që çdo e mirë që ndodh vjen me caktimin e Allahut. Çdo e keqe që i bie robit, i bie me caktimin e Allahut. Dhe nëse se nuk e ka arritur një të mirë në jetë, dije se s'e ka pasaktuar Allahu, mos u dëshpëro. Ka qenë kadera ja, mos e bë mendje fare aty. Dhe përvishu jetës, shifane të tjera, përpishu të arrish të mirët. Ajo që ka ikur, mos e bë mendje aty, mos e vra mendje, mos u dëshpëro. S'ka qenë kader.
se nuk i shpëton nga një e keqe, nga i dëm. Dije se Allahu se ka pasaktu ndodh ajo e keqe, ai dëm. Allahu ka shpëtu. Ashtu ka qenë kaderi Allah. Nëse robi i bie një fatkeqësi, një dëm, nuk duhet pikëllohet. Duhet të jetë i kënaqur me kaderin e Allahut, duhet të jetë durimtar. Duhet që ta di se ka ndodhur me kaderin e Allahut. Dhe ajo e keqe nuk mund të shmangej. Sikur gjithë njerëzit lidhen, ta shmangin të keqe që ka caktuar Allahu, nuk e shmangin dot. Pastaj thot wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. Dije se fitoria arrihet me durim. Allahu i do durimtarët. Ka thënë kur Allahu yuhibbu as-sabirin. Allahu është me durimtarët, inna Allaha ma'a as-sabirin, apo jo? Kështu që Allahu i ndihmon durimtarët, duhet durim. Në gjithçka duhet durim. Edhe për çështjet e jetesës duhet durim. Edhe për çështjet e fesë duhet durim. Ja duhet durim njëherë para që të kryejmë detyrat e fesë, çohemi falim namazin me xhamat. Falim namazin e taravive në Ramazan, kujdesemi për faljen e 5 namazeve, respektojmë prindrin. Duhet durim për të ruajtur nga gjunahet. Frenojmë veten dhe ruhemi nga gjunahet. Ka të rinj që nuk e frenojnë dot veten. Për shembull, hap celularin në pamjen e këqija. Po të kishe durim e frenonte veten. Ose dëgjon muzikë, ose lidhet me femrat e këqija. Ka s'ka durim. Duhet me frenu veten, duhet me qenë i përbajtur. Gjithashtu, ne duhet durim dhe në momente e vështirësie, momente e sprove. Këto e 3 llojet e durimit. Me durim arrihet fitoria, arrihet suksesi. Kështu ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith. Nëse ke durim, bësh hafuz i Kuranit, bësh i ditur, bësh thirrës. Nëse do kesh durim, dëruash nga gjunat, Allahu do të jap familje. Allahu i lartësuar do ta lehtësoj jetesën, do kesh një zanat, një profesion, një burim për të mbajtur. Me durim do të arrish gjitha sukseset. Nëse s'ke durim, shtërohet durimi, s'arrin gjë. Njeriu që s'ka durim, mund të bëhet një pis, një moral. S'ka durim, jeton i varfër. Privon Allahu me mirësia. Nuk ka durim, me humb kontrollin kur bie një sprovë, një fatkeqësi, Allahu na ruaj. S'ka durim, se fal sabahut, nuk i kryen detyrat, nuk i arrit mirë, nuk shpëton dot nga fqijat. Pra durimi është çelësi i suksesit. Durimi është boshti i moralit bukur. Me durim arrit gjitha të mirat. Prandaj Allahu lartësuar ka përmendur sa grupe, të vogla kanë poshtur grupe të mëdha. Sot sa qafira ka që ftojnë në rrugën e keqe, ftojnë bukur shumë. Ne që ftojnë rrugën e Zotit, a jemi pak. Ne që jemi rrugën e Zotit, a jemi pakic, po pakic. Po ne doja dalim. Që për hapet e vërteta, për hapet feja, me durim. Pastaj thot, الفرج مع الكرب. Në pas mundimit vjen shqirimi. Muslimani mund të vjen vështirësi, mund të jetë një situatë mundimshme, po e shiron Allahu në tuaj. Prandaj duhet mos të shprohemi. Ta dim se mbas situatës do vit shqirimi. Allahu do sjell të shpëtoj muslimanët nga vujtje, nga mundimet. Po inna ma'al usri yusra. Në bazë vështirësisë vjen lehtësimi. Çka thon Allahu i Rasul në Kur'an, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Vërtet, bazë vështirësisë vjen lehtësimi dhe bazë vështirësisë vjen lehtësimi. Fillimet janë të vështira, pastaj gjithsesi Allahu i Rasul lehtësim. Allahu i Rasul ka përmendur në këtë pjesë të Kuranit, ka përmendur një vështirësi dhe 2 lehtësime. Si pas përmendjes që ka bërë dietarët e vetë. Dhe një vështirësi nuk do t'i poshtë 2 lehtësime. Pra lehtësimi që bën Allahu është më shumë. Vërtet mund të hasi vështirësi për mësimin e Kuranit, për mësimin e arabishtes, për mësimin e fesë. Allahu do na lehtësoj. Në fillim mund të hasi vështirësi për çështjen e jetesës. Po do na lehtësoj Allahu jetesën, për çështjen e familjes. Na lehtëson Allahu. Për çështjen e rrezikut, ai lehtëson Allahu. Për çështjen e davetit, fillimet njeriu mund të ketë vështirësi, pastaj ai lehtëson Allahu. Bajeni mend. Pas mundimit do vi shqirimi.
Bazë vështirësisë do vi lehtësimi, shpërbimi i Allahut të lartësuar. Lutë Allahu subhanahu wa taala që të mundsoj të realizojmë këto porosi që i ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam në të hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.